163 sportistë që do ta përfaqësojnë Kosovën në lojrat mesdhetare u prezantuan të dielën pasditen në Prishtinë përpara udhëtimit drejt Tarantos së Italisë. Ekipi kosovar do të garojë për herë të parë edhe në sporte ekipore si futboll, handball, volejboll dhe basketball 3x3, krahas disiplinave individuale. Rrugëtimin e tyre drejt Italisë e vlerësoi lart kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke u zotuar për mbështetje të plotë shtetërore. Por mbi të gjitha jemi këtu për të thënë sportistëve tanë një gjë të thjeshtë dhe të rëndësishme. Kosova është me ju. Pas secilës medale, cilës çdo fitore dhe çdo flamurit Kosovës që është ngritur në arenat ndërkombëtare, qëndrojnë vite pune, sakrifice, disipline dhe besimi. Këto janë vlera që sporti i kultivon më së miri dhe të cilat i duhen shoqërisë sonë. Sportistët tonë kanë dëshmuar se pavarësisht madhësisë së vendit, mund të kemi rezultate të mëdha. Në garat më të rëndësishme ndërkombëtare, ata kanë bërë që emri i Kosovës të dëgjohet, flamuri shtetëror të valvitet dhe himni të intonohet me krenari. Gjakova do të jetë pranishme në Itali edhe përmes badmintonit me trajnerin shprehsa Berisha Haxhiu dhe garuesin Baton Haxhiu. Momentin kulmor të ceremonisë e shënoi dorëzimi i flamurit shtetëror nga kryeministri Albin Kurti te dy bartësit e delegacionit, Donjeta Sadiku dhe Bleron Ademi. Taranto 2026 mbledh mbi 3800 sportistë nga 26 vende nga 21 gushti deri me 3 shtator. Për Kosovën, ky edicion mbyllet me pranimin zyrtar të flamurit për organizimin e lojrave të radhës Prishtina 2030.